Unë menoj që treni i 9 shkurtit ka ikë. Unë kom nejtë në stacion për 10-it, figurativisht mos i po flas. Okay. Për 10-it kom nejtë në stacion. I kom thirrë, i kom prit, i kom lut, LDK-n, OK-n, nismën, nuk kam pa sukses me bu këtë qeverisje, që i kom besu që dash me ndodhë, që jam i bindur që në maj ish votu, që Bedri Hamza këshin kryeministër, që dej sot, kur jemi qëtu në fund shtatorit, njerët i këshin marrë pagat me 50% rritje, pensionet me 70% rritje, e këshin fillu me i kry një pjesë të madhe të punëve që kanë me të gjysë, së këshin ndodhë suspendimi i dialogës strategjik, tu këshin hek masat edhe sankcionet prej BE-s, këshin pas një situatë komplet të tre, dhe pas taj prap këshin përfundu në zgjedhje, se unë me gjithat nuk besoj që këshim arrit me zgjedh presidentin, duke i pas 48 deputet të vetë vendosjes në opozit. Po me gjithat, menoj që këshim kryu një momentum 3 për zgjedhjet që ishin majt atëherë në prill. Dhe po flasë mënyrën ma të hapën që kom full me se cilin për tyne, po e kom thonë të ju në studio mas zgjedhjeve. Kjo sot nuk e shumë si të mundshme. Për arsyen e thjesht pra, se nuk është që na ka marrë malli për zgjedhje, se zgjedhje jemi, na në fushat jemi. Edhe vetë sa i kem kryu një part, po të bjen 3 herë me dalë të kutia votimit këtë vit, bëma ki kam në ardhe 4. Por, duke po që Albin Kurti mos u bëhet kryeministër, edhe s'ka shans me bu shumicë. Duke po tash po them që edhe ne, partitë e ish opozitës, nuk arritëm me pas dakordim me këtë rezultat zgjedhor, atëherë për me këput këtë agoni, duhet me shku në zgjedhje. Dhe edhe veprimet edhe vendimet politike si Partitë Demokratike të Kosovës, pas edhe daljes së aktgjykimit gjykatës shtetuse, besoj shumë që kemi me marrë në këtë frym duke u mundu me i dhonë drejtim zgjedhjeve të reja.